Në garën e zgjedhjeve lokale të organizuara në Prizren si në mbar Kosovën, kandidati PDK-s Shaqir Totaj ishte fitues i kësaj gare duke qenë fitues me mbi 7.000 vota më shumë se sa kandidati i dytë që ishte Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje. Njëherët edhe PDK-ja doli para fituese duke fituar 13 mandate kuvendaresh në Asamblenë e Prizrenit. Për shkak të konfiguracionit politik që ka Prizreni, kandidati Totaj edhe pse pati mundësinë të fitonte pa balotazh, nuk arriti ta bëjë këtë fitore. Kështu në balotazh shkuan kandidati Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi. Mirëpo në garën e balotazhit tashmë të dy kandidatët filluan edhe krijuan koalicione si domosdoshmëri. Taborit të kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi ju bashkua AAK-ja, fillimisht pastaj edhe NDS, si dhe subjekte politike nga partitë rome. E në këtë koalicion pastaj hyri edhe BD me Zafir Berishën, kurse kandidati Totaj kishte në përkrahje Duda Balje dhe nga Vakat. Së fundmi bëri koalicion që nuk kishte bërë që nga pas lufta ndonjëherë me LDK-n. E së fundmi në përkrahje të këtij tabori doli edhe Nisma dhe gjatë votimit të djeshëm në balotazh ku numërohen 100% e votave në Prizren, Totaj edhe 4 vite fiton mandatin e kryetarit me këtë rezultat. Shaqir Totaj 53.86%, ndërsa Artan Abrashi me 46.14% të votave. Dhe tashmë kjo fitore e Shaqir Totajt, edhe pse ky nuk është rezultat final, i jep detyrë që për 4 vitet e ardhshme Prizrenin ta udhëheq Shaqir Totaj.